pagesa dhe mandati që do të ketë Shqipëria. Fatmirësisht, Shtëpia e Bardhë ka sqaruar për kolegen Fiorella Beleshi që pra çdo antar i bordit do të paguaj $1 miliard nëse dëshiron për të qenë antar themelues i përhershëm. Pra çfarë do thotë kjo? Shqipëria aktualisht duket sikur ka një vend në tryezë. Por e ka këtë vend të sigurt vetëm për 3 vite. Pra që është mandati i një vendi normal. Dhe nëse nuk do ta paguaj brenda vitit të parë këtë €1 miliard, ne pas 3 vitesh nuk do të jemi më antar i këtij bordi. Pra kjo është e qartë, ka pranuar Shtëpia e Bardhë, nuk ka nevojë për diskutim. Pra, ajo që vlen të kuptohet dhe që ka rëndësinë vetë është 3 vjeçaria që Shqipëria do të jetë. Çfarë ndodh pas 3 vjeçarit lidhet me këtë shumë. Po, lidhet drejt për drejt me shumën $1 miliard që Shqipëria për hir të së vërtetës për momentin të paktën nuk ka kapacitete për të paguar këtë shumë brenda një viti. Sepse flitet për të paguar shumën brenda vitit të parë të funksionimit të bordit. Po zoti Rama ka mohuar një gjë të tillë. Do të nënkuptonte mosvazhdimin? Po, do të kuptonte, pra qëndrimi 3 vjeçar në qartazi, pra kjo gjë do të shfrytëzohet edhe për politikën e brendshme, pra dhe Ramës i mjafton sa të duar për ta shfrytëzuar për 3 vite që unë jam antar në tavolinën ku është kryetar bordi presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe as nuk i intereson që të jetë antar i përhershëm në bordin e paqes për Gazën, sepse për hir të së vërtetës as zoti Rama personalisht dhe as qeveria e Shqipërisë nuk është që janë të ndjeshëm shumë për çështjen e Gazës, sepse në kaq vite luftë dhe me vrasjen e mijëra personave është një ndër qeveritë e rralla në Evropë që nuk ka mbajtur qëndrim për gjenocidin që është bërë në Gaza, madje në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, përfaqësuesit e Shqipërisë kanë votuar shpesh herë, kanë votuar në mënyrë kontradiktore, pra duke legjitimuar gjenocidin në Gaza. Ndaj duhet thënë që as zoti Rama dhe as qeverisë shqiptare, as diplomatëve shqiptar nuk janë ndjenë shumë për Gazën, por sigurisht që jeni ulur në një tavolinë me presidentin e Shteteve të Bashkuara pa dyshim. Dhe ka dhe një detaj tjetër, pra që ky bord, kjo organizatë, nëse mund ta quajmë tani më, pra do të ketë 2 borde. Janë bordi i parë është bordi i paqes, si ashtu quajtur bordi i paqes, pra ku veç emrave që ka shpall tani më zoti Trump që janë bërthama e saj, do të ketë edhe shtete anëtare. Dhe pastaj është edhe bordi ekzekutiv për Gazën, që është sigurisht pra qeveria provizore që do ta udhëheq politikisht vendin deri në një zgjidhje përfundimtare. Po përdoret disi, se kemi parë shpesh që bën dhe analiza duke parë në faqen zyrtare të Shtëpisë së Bardhë emrat ku nuk gjendet emri i zotit Rama, apo kjo gjë do të përdoret ndoshta edhe në kuadrin politik, të rëndësive politike në Shqipëri. Pra, a do t'i hiqet, ose po tentohet t'i hiqet në një farë me vëmendje që Shqipëria për 3 vite do t'jetë pjesë e këtij bordi ndërkombëtar të paqes, duke qenë se zoti Rama e ka mohuar edhe çështjen e le themi e asaj pagese, paktën deri në këtë moment, se çfarë ndodh në vijim. Ka 2 anë të medaljes. Tjetra është, duke qenë 3 vite Isa,